Pas një përplasje të ashpër mes Big Bastës dhe Big Mamës gjatë transmetimit live në Ferma VIP 2, këngëtarja Vesa Luma ka reaguar ashpër në rrjetet sociale, duke shprehur zhgënjimin dhe tronditjen e saj. Në postimin e saj, Vesa e konsideron sjelljen e Big Mamës jo vetëm të papranueshme, por edhe jo njerëzore, duke theksuar se janë shkelur kufit moral dhe rregullat bazë të një formati televiziv. Ajo kërkon përjashtimin urgjent të Big Mamës nga spektakli për shkak të përmendjes së familjes dhe fëmijës pa leje, gjë që e cilëson si një akt personal dhe të rëndë. Big Basta ka hyrë në këtë format për të luftuar ignorancën dhe stereotipet që dëmtojnë shoqërinë. Ai ka hyrë për të dhënë një shembull për djalin ton dhe për gjithë rinin shqiptare, shkrua ndër të tjera Vesa, në një mesazh që ka marrë mbështetje të gjerë nga publiku. Ndërkohë, produksioni Ferma VIP 2 nuk ka dalë ende me një reagim zyrtar, ndërsa publiku pret masa konkrete. Incidenti ka ndezur një debat të gjerë mbi etikën e reality show-ve dhe përgjegjësinë e tyre ndaj situatave të ngjashme.